Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë, ndalemi tek zhvillimet politike në vendin tonë, ndjekim insertin më pas rikthehemi. Zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku mori pandehur nga SPAK në një zhvillim që ka tronditur kreun e qeverisë dhe skenën politike në Shqipëri. Balluku ka zgjedhur për mbrojtjen e saj motrën Pamela Qirko, ish anëtare e KPK-s, ndërsa akuzat lidhen me shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera publik për fshir projektin e madh të ndërtimit në tunelin në Llogaras. Në SPAK Balluku doli pa dhënë detaje të hollësishme, duke deklaruar vetëm se shpreson që procesi të jetë i bazuar mbi transparencë dhe drejtësi. Reagimi i opozitës ishte i menjëhershëm. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të Ballukut dhe akuzoi kryeministrin Edi Rama për mbrojtje të personave të inkriminuar në pushtet. Deputeta demokrate Jurita Tabaku e shuajti këtë rast vetëm Maja Esbergut, duke e paralajmëruar se pas tij shndron një zinxhir aferash që përfshin aeroportin e Vlorës dhe tenderet e energjisë. Nga ana tjetër, kryeministri Rama nuk ka dhënë asnjë shëndrim publik të qartë, ndërsa Balluku është parë më pas të hyjë në kryeministri për rreth 30 minuta në një moment që ngjall spekulime mbi mbledhjet e vendimet të mundshme të qeverisë. Ky rast shfaqet si një provë për SPAK-un dhe qeverinë, por edhe si një test për stabilitetin politik dhe menaxhimin e figurave të fuqishme brenda kabinetit. Hetimet paraprake po zgjerohen dhe sipas kryetarit të SPAK Aldin Tumani nuk përjashtohet që edhe projekte të tjera infrastrukturore të jenë objekt verifikimi. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam të ftuar Arsida Gjylin. Arsida, të përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Arsida, do nisim me atë që sapo dëgjuam në insert, pra pas marrjesit pandehur nga SPAK, Belinda Balluku gjendet tashmë po i shuaj në një qendër të një stuhie politike, por sigurisht që ka tronditur edhe qeverinë nga ana tjetër. Ti si e ke parë gjithë të zhvillim? Atëherë, dinamika e fundit është dalja një farë mënyre në një event të hapur e kryeministrit në krah të zonjës Balluku, dhe kjo patjetër ka zgjuar shumë polemika, se nëse ky është një aksion i thjesht politik qeveritar, në sensin e asaj një event ku zëvendës kryeministria dhe një nga ministret më të rëndësishme të qeverisë Rama po merr pjesë bashkë me kryeministrin, apo realisht është një mesazh apo sinjal nga kryeministri se ai po e suporton apo po e mbështet apo po i jep në një farë mënyre një lloj dore publike për të thënë se është në suportin e saj dhe në mbështetjen e saj. Pra ka patur një dualitet. Këtë duhet ta shikojmë si thjesht një aksion institucional, apo nga ana tjetër duhet ta shikojmë si një lloj ndikimi dhe implikimi në një farë mënyre të politikës në çështje dhe ato, po themi, vendime që SPAK-u merr dhe çështje që ngres SPAK-u për të trajtuar, qoftë edhe kur ato prekin zyrtar të lartë, siç është rasti i numrit 2 të qeverisë, që është zonja Balluku. Dhe këtu ka goxha për të analizuar dhe për ta interpretuar për faktin që nëse shikojmë nga analiza e parë, pra nga qasja e parë që unë trajtova, mund të jetë edhe thjesht një event që i ka bashkuar zotin Rama me zonjën Balluku, dhe kjo mund të jetë edhe tërësisht normale në momentin kur zonja Balluku akoma nuk ka dhënë deklaratë se do t'japi dorëheqjen apo të ketë dhënë një dorëheqje institucionale dhe legjitime. Dhe për aq kohë ajo vazhdon të ushtrojë funksionin dhe detyrën e saj, ne jo detyrimisht do ta shikojmë këtë si aksion politik për të mbrojtur politikisht çështje që SPAK-u ka marrë në trajtim. Nga ana tjetër, pra për të shkuar kësaj linje dhe kësaj qasje që mendoj që është më logjike në momentet që flasim për kreun 2 për individin më të rëndësishëm mbas zotit Rama në qeverinë e Rama 4 dhe në Partinë Socialiste aktualisht, duke ditur ndikimin që ka zonja Balluku në plan politik, por dhe institucional sot në qeverisje. Dhe në këto terma nuk e shikoj se ky është drejt për drejti një aksion i mirëfillt politik apo një ndikim, po themi, i politikës në vendimet apo aksionet e SPAK-ut. Nëse ajo dhe zonja Balluku pra është rritur nga SPAK dhe tu ka një çështje për t'u hetuar, SPAK-u le të vazhdoj punën e vet, pra drejtësia le të vazhdoj punën e pavarur. Implikim do të quhej dhe do të ishte nëse flasim për ndikim ndoshta të drejt për drejt apo ndonjë aksion i cili do të thoshte apo do të ndikonte në mënyrë të drejt për drejt, po themi. Ndërsa nga qendra tjetër, nga aspekti tjetër,
nëse duhet ta shikojmë në sensin që a duhet ishte pak më e kujdesshme edhe po themi qasja e kryeministrit apo e qeverisë në rastet kur një individ rritet për të hetuar për çështje të caktuara nga SPAK. Kjo pastaj është tjetër gjë. Ne këtu futemi në komunikim publik, futemi në mënyrën se si ti don ta japësh mesazhin tek publiku, futemi se sa respektojmë ne në një farë mënyre atë që është body language, gjua e trupit, gjua e komunikimit, interaksioni me publikun, aksioni politik, sa e ndar është po themi aksioni politik nga komunikimi publik të asaj që ne duam të themi. Do të thënë këtu është tjetër gjë, është tjetër çështje totalisht. Por ai sa e shikoj unë deri në këto momente them që dhe është kamufluar, edhe është rritur pak në përmasa si çështje. Nuk e shikoj kaq problematike daljen e kryeministrit Rama me zonjën Balluku në një event. Pra, nga ana tjetër, jo normale në këtë. Nga ana tjetër, Ersita, si ke parë të gjitha akuzat e opozitës, pra edhe mbas kësaj që ka ndodhur me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, dhe a mund të shndrohet tashmë ky rast në një pikë kthese për opozitën, sepse opozita ka shfrytzuar momentin për ta parashitur Ballukun pra si dështimin moral të qeverisë, duke e përdorur nga njëra anë edhe si një kartë të fortë në anën e tyre? Po, opozita ka një retorik tashmë të vjetruar, e cila nuk i shërben më për të quar pikë dhe për të krijuar avantazh. Dhe këtë e treguan në zgjedhjet e 11 majit, ku patën në avantazhin e tyre, nëse do kishin ditur ta kthehnin në avantazhin e tyre, një çështje që ishte shumë e madhe, ishte çështja e zotit Erion Veliaj. Dhe ne e dimë dhe kemi qenë koshient që domethënë kjo goditje dhe ky moment mund të ishte qenë pika e kthesës, por duket sikur opozita ka retorikë, përpiqet bëjë një retorikë e cila mund të themi e kthen situatën në favorin e vet, por i humbet pikët në minutën e fundit. Pra është si ajo loja edhe ndeshja që ti mund të luftosh 90 minutat, por nëse dikush të bën golin në minutën e fundit, e rëndësishme është se si e përfundon, jo se si e nis një proces. Dhe për aq kohë sa ka sjell dështim politik dhe nuk i ka dhënë fitoren, pra atë që duam, tash në zgjedhjen e futemi për të fituar, nuk futemi thjesht për të bërë retorikë politike, më kupton? Dhe ish kryeministri pra Berisha e ka, pra drejtuesi i opozitës, e ka përdorur këtë retorik, por nëse me rastin, po themi me çështjen e Veliajt, nuk arriti kjo të prodhonte avantazh për opozitën, çfarë avantazhi do të prodhoj tani me zonjën Balluku, ku ajo akoma as ka dhënë ndërheqjen, as ka tërheqje politike, nuk jemi në rrethanat që po themi po hetohet e izoluar, po hetohet e lirë, jemi në pikën që kjo nuk prodhon asgjë në momentin që flasim. Ne duhet të shikojmë aksionin opozitar të lidhur më shumë me këto zgjedhjet e pjesshme që kaluam, ku opozita zgjodhi të ishte pa përfaqësuar në siglën e vet, dhe kjo është dizavantazhi i parë që i shkon opozitës. Dhe mosmarrja seriozisht e aksionit politik, se në fund të ditës çdo aksion politik është i rëndësishëm, dhe ajo gjëja që mund të duket më pak e rëndësishmja, siç u trajtuar rëndom me terma jo në lartësinë e duhur që i takonte edhe këtyre zgjedhjeve, fakti që u tha se bëhet fjala vetëm për një vit e gjysmë drejtim të bashkive. Ndërkohë që ne shikojmë që çdo ditë bën diferencë në realitetin politik. Ne që jemi brenda këtij realiteti dhe jemi aktor politik, dhe ju dhe unë, patjetër jemi pjesë e gjithë tablos madhe, kemi rolin tonë në këtë gjë, dhe ne shikojmë që këtu dinamikat lëvizin me orë, lëvizin me ditë, jo më një vit e gjysmë drejtimi të bashkive. Dhe kjo fitoria prap e Partisë Socialiste sot që analizohet dhe trajtohet nga opozita si autokraci apo kapje e shtetit e tjerë, është shfaqsim dhe heqje përgjegjësisë nga vetja. Kupton, sepse kur ti futesh në zgjedhje pa siglën tënde, pa kandidatët e tu, ti lançon indirekt dorëheqjen tënde politike. Dhe kjo nuk të bën asnjë lloj nderi. Dhe pastaj kemi edhe aksionin tjetër që është
heqja dorë nga pjesëmarrja në komisionet parlamentare. Dhe kjo prapë është një aksion I cili I ngjason lënies mandateve, është pak më e zbutur, po themi, si për nuk është aq e ekstreme si vendim, por nga ana tjetër I ngjason vendimit të marrë nga kryetari I asaj kohe, zoti Lulzim Basha, për të lënë mandatet Partia Demokratike. Dhe këto e ka treguar historia që nuk është se prodhojnë rezultat politik, dhe më duket sikur opozita do të fshihet mbas gishtit dhe atë humbjen e vet, dhe disfatën e vet do t'ja faturojë gjatë gjithë kohës autokracisë, këtyre termave, pra fakti që Partia Socialiste po e mban me mënyra jo demokratike pushtetin, por nga ana tjetër nuk kthen vëmendjen tek vetja që ore çfarë po çalon me opozitën sot. Pse nisën aksionet para zgjedhjeve të 11 maj dhe u ndërpren ato aksione që presupozoi dhe zgjuar një lloj shpresi që mund të sillnin rotacionin politik. Pra jemi te kjo që se sa të fajsojmë gjatë gjithë kohës, po themi mazhorancën dhe Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama më konkretisht, se janë të implikuar në këto gjëra dhe të përpiqemi të kapemi mbas çështjeve që nuk na shërbejnë, sepse edhe rasti I zonjës Balluku nuk I shërben opozitës. Absolutisht jo. I shërben qytetarit, I shërben drejtësisë, I shërben procesit integrimit, mund të shërbejë çfarëdo lloj gjëje tjetër, por jo opozitës. Pra, ata kanë nevojë për të ndruar PR-in e partisë tyre, ose për të kontraktuar ndoshta këshilltarët mirëfillt se si të fitojnë zgjedhjet. E qartë. Arsita, me të gjitha rastet që kanë ndodhur tashmë që SPAK po heton pra brenda Partisë Socialiste dhe jo vetëm duke marrë këtu zotin Veliaj, zonjën Balluku, pse tashmë SPAK po perceptohet gjithnjë më shumë si një faktor politik në vetvete, pra me ndikim të drejtë për drejtë në të gjithë rrjedhën e zhvillimeve qeveritare, por edhe të opozitës? Po sepse implikimi dhe I zyrtarëve të lartë dhe hetimi I zyrtarëve të lartë automatikisht afekton politikën. Pa marrë në konsiderat deklaratën e zotit Dumani, kur ai raportoi në komisionin parlamentar përballë deputetëve dhe ku ngritën shumë pyetje për të, dhe patjetër dhe për instancat e tjera të drejtësisë, ku pyetja ishte që si do tjetë rrjedha e drejtësisë tashmë dhe në një farë mënyrë zoti Dumani pranoi që ka ndikim politika tek drejtësia akoma dhe në këto momente që flasim, dhe jo vetëm politika, dhe krimi organizuar dhe struktura të tjera që mbase mund të ndikojnë direkt apo indirekt politikën, drejtësinë në një farë mënyrë për të implikuar pastaj çështje politike në këtë. Dhe këtu nuk janë edhe aq largësisht të ndara, pra çështja e drejtësisë dhe çështja e politikës, duke marrë në konsiderat që si një vend I Unionit, pra që aderojmë për të bërë pjesë e Unionit, dhe si një vend që jemi europian dashës dhe e duam një farë mënyrë të jemi pjesë e Unionit Bashkuar, ne do të marrim parasysh dhe kostot që do të sjellë procesi negocimi. Të gjithë vendet që kanë aderuar kanë patur kosto politike dhe vende si Kroacia, Rumania dhe shumë vende të tjera që kanë aderuar dhe kanë patur probleme të theksuara me korrupsionin, krimin organizuar, ngërçet institucionale, politikanë të implikuar në afera apo në tendera, të cilët indirekt janë implikuar apo direkt janë implikuar, ka treguar koha që duhet kryhen këto lloj procesesh, këto lloj hetimesh, duhet të ketë një rezultat efektiv, pra që t'japi produkt reforma në drejtësi, duhet ketë procese që janë efikase dhe që Bashkimit Evropian japin iden që ky vend po përparon sa I takon luftës ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, që janë dy kapitull më të rëndësishëm të negocimit të BE-s. Dhe ishte klasteri I parë I negocimit që ne kemi hapur me Bashkimin Evropian. Kështu që të ndodhur në këto rrethana, është e pamundur që ta shikojmë drejtësinë të ndarë nga politika, sepse ky është vetëm fillimi I kësaj reforme, e cila duket sikur po jep shenjat e para të jetës dhe të funksionimit, pavarësisht se ka patur një mendësi të unifikuar gati që reforma në drejtësi ka dështuar, nuk e besoj që reforma në drejtësi ka dështuar, ka pasur vështirësitë e veta për të implikuar, sepse dhe kreu I SPAK e tha që nuk është terreni lehtë të operosh në Shqipëri për çështje të drejtësisë. Kështu që jemi në këtë pikë që detyrimisht do të afektohet dhe politika.
E qartë. Arsita, nga ana tjetër, pyetja e fundit për ta mbyllur këtë çështje, sa të besueshme e sheh se në opinionin publik tashmë po flitet edhe për fundin e një epoke pra brenda Partisë Socialiste, ku disa figura të rëndësishme mund të bien njëra pas tjetrës. Atëherë, kjo në politikë apo në shkenca politike ne mund ta trajtojmë atë efektin domino, që do të thotë hapja e një çështje mund të çojë në efekt të një pas njëshëm të rënjes së zinxhirëve të tjerë. Pra njëra hallk bën rënjen e gjithë zinxhirit. Por dhe në rastet kur ne flasim për implikime reale, pra nuk kemi çështje konkrete, pra nuk kemi duke folur sot dhe për zonjën Balluku po flasim për po themi një farë mënyre në pa të dhëna të drejtë për drejta edhe të dhëna konkrete. Jemi duke folur në rrethanat e asaj që është thritur dhe akoma është e paqartë se cila do të jenë akuzat apo për çfarë do tetohet dhe si do të shkojë çështja. Kështu që për aq kohë sa jemi në këto rrethana nuk e dim nëse kjo do të prodhojë efekt zinxhir. Ne kemi një rast dhe gjithmonë kur analizojmë politikën shikojmë rastet. Dhe janë të vetmet që na japin dhëna empirike, dhëna që mund të jenë faktike. Edhe rasti është Zoti Veliaj. Rasti i Zotit Veliaj tregoi që ishin dhe shumë drejtorë të cilët ranë në një farë mënyre në këtë çështje dhe zbardhën ngjarjen për të shkuar tek kreu dhe tek drejtuesi i Bashkisë Tiranës. Pra, a është ky rasti i ngjashëm? Ne kemi parë që edhe disa zyrtarë të tjerë, të cilët dhe drejtorë të ministrisë si infrastrukturës apo të tjerë bashkëpunëtorë të zonjës Balluku janë thritur, por a do të prodhojë kjo efekt zinxhir kur flasim për individ që janë drejtues të nivelit të lartë, nuk flasim për nivel drejtori apo drejtorit të përgjithshëm, pra funksionar. Por ne po flasim që a do të çojë kjo në efekt zinxhir të niveleve të larta. Sepse qeverisjen dhe nivelin e qeverisjes e afekton në momenti kur cënohen individ që mbajnë peshë të lartë politike dhe që janë drejtues të qeverisë. Kështu që do ta shikojmë se kjo do ta prodhojë efektin zinxhir dhe nëse ka implikime të tjera që ka qenë goxha e vështirë për të shkuar në degëzimet dhe në rrënjët e çështjes në këto raste, sepse e dim që patjetër mund të ketë edhe interferime, ndërhyrje apo ndikime të tjera që nuk lejojnë që çështja të zbardhet në 100%-shin e vet, por le të themi që po bëhet një punë me efikasitet, me efektivitet dhe kryeministri Rama u prononcua që drejtësia le të bëjë punën e vet, të bëj atë çfarë ka për të bërë dhe patjetër që edhe nëse kjo do të afektojë zyrtarë të qeverisë së tij, ai është gati për këtë reformë në drejtësi dhe kjo i shërben procesit integrimit dhe hapjes negociatave që ne kemi ndërmarrë si iniciativë dhe si nismë, si qeveri dhe si shtet. Qartë. Mirë, Arsita, një tjetër çështje është se kryeministri Edi Rama ka shpallur dhe mandatin e rritjes së përvitshme të pensioneve, duke premtuar këtu pra se çdo vit pensionet do të rriten me një formulë të re që kombinon bonusin dhe indeksimin. Por pyetja që shtrohet është se përtej këtyre shifrave nominale, sa realisht mund të ndihmojë kjo rritje pensionistët, pra duke pasur parasysh edhe çmimet e larta të cilat ata përballen, por edhe qërat e larta që ndodhen në të gjitha zonat. Atëherë, unë mendoj që impaktin e parë ka patur kjo politikë dhe kjo vendimmarrje e qeverisë për faktin që në këto zgjedhjet e pjesshme ne pam që grup mosha më pjesëmarrëse në zgjedhje ishte grup mosha e dytë dhe e tretë, pra mosha e tretë më të shumti, pra grup mosha e pensionistëve. Dhe patjetër që si politike ka patur impaktin e drejt për drejt tek ky target group dhe tek targeti i pensionistëve. Bonusi ka qenë real dhe bonusi është aplikuar që në vitin e shkuar me dy fasha, pra e para ka qenë e qershorit dhe e dyta ka qenë e dhjetorit dhe kjo ka qenë reale. Por duhet thënë që politikat e pensioneve dhe indeksimi i politikave të pensioneve është nga gjërat më të vështira në politikat sociale. Për faktin që në një farë mënyre nuk ka kthim të ardhurave, por ka dhënie të ardhurave dhe kjo në të gjithë politikat ekonomike afekton në mënyrë të drejtë për drejtë ekonominë e një vendi. Dhe jo për të qenë në krah të qeverisë apo për të thënë se
kryeministri ka të drejtë, por këtu nuk të pika realisht të drejtë për një fakt që është shumë e vështirë të rrisësh pensionet. Është një nga gjërat më të vështira kur nuk kemi, po themi rritje të shumë të madhe dhe galopante ndoshta të ekonomisë apo rritje të konsiderueshme të ekonomisë dhe GDP-së së një vendi. Dhe kur jemi në kushtet që Shqipëria nuk është se ka nivelin më të mirë të mundshëm të rritjes ekonomike, e kemi shumë vështirë dhe që të në një farë mënyrë të aplikojmë indeksime të këtyre politikave që unë do t'i konsideroja politika ekonomike të ngurta. Pra, të ngurta që do të thotë nuk janë fluide, nuk prodhojnë kapital, nuk prodhojnë para. Dhe duke qenë kjo, atëherë jemi në pikën që është shumë e vështirë që të rriten pensionet. Por unë kam besimin që kjo do të jetë një masë reale, do të jetë një masë reale jo vetëm për pensionistët, por do të jetë edhe për grupet e marginalizuara, do të jetë për grupet në nevojë, për personat me aftësi të kufizuar, për njerëzit që janë në kemp, për njerëzit që ka nevojë për suport social dhe të vendosim një minimum jetik, të vendosim pagat mesatare dhe minimale në ato standarde që i kërkon dhe Bashkimi Evropian, jo për të qenë ne në lartësinë e vendeve më të zhvilluara brenda Unionit, si Gjermania, Franca, Holanda e tjerë, por nga ana tjetër ne duhet arrijmë një lloj standardi për publikun, për njerëzit dhe për të mbështetur me politika sociale të mirëfillta qytetarët. Jo për ta bërë këtë si fiktivitet, por këtë për ta bërë reale. Dhe unë gjykoj se në këtë pikë do të jetë reale, sepse është realizimi i standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Dhe mendoj që çdo masë që do të ndërmerret nga qeveria, nga ky moment deri në 2027 do të jenë masa reale, pavarësisht kostos që kjo do të ketë. Pasojat dhe kostot do të ndjehen mbas hapjes negociatave dhe mbas procesit negocimit që ne do të bëjmë pjesë e Unionit. Dhe patjetër që pasojat dhe ekonomike do të ketë. Është do të thotë ta trajtojmë si të duam, procesi i integrimit do të sjellë detyrimisht rrjedhoja dhe kostot e veta ekonomike për vendin. Mos flasim pastaj kur të kemi ndryshimin e monedhës që ajo do të sjellë kosto të tjera shumë të mëdha dhe do të kërkojë rritje të pagave, të pensioneve dhe patjetër edhe masa të tjera të politikave socio-ekonomike. Qartë, mirë, Arsita, për të mbyllur sepse tashmë jemi në fund, dhe rritja e pagës minimale pra në 500 euro mund të duket disi pozitive për gjithë, por a mund të shtyjë kjo bizneset e vogla drejt informalitetit edhe reduktimit të punonjësve nga ana tjetër? Edhe mund të ndodhë, por tashmë është ndërmarrë një aksion kundër informalitetit, e cila do të ketë besoj masa shumë të forta, sepse do të kërkohet një ndikim dhe një monitorim shumë i lartë i informalitetit që është kërkuar më parë, sepse ekonomia do të jetë e pamundur për ta përballuar në këto terma gjithë të masas ekonomike, sociale dhe politike që do të ndërmerren, por edhe të legjislacionit. Por jo legjislacioni në një farë mënyrë nuk e afekton në mënyrë të drejtë për drejtë, por implikimi i diellës, inteligjencës artificiale, formave elektronike të menaxhimit për afrimit të legjislacionit do ketë kostot e veta. Nga ana tjetër, informaliteti do të monitorohet shumë që se sa është monitoruar më përpara, në mënyrë të tillë që të kemi standardizim dhe mbrojtje me ligj në mënyrë të tillë që të mbledhim taksat, sepse nga do t'i gjenerojmë këto të ardhura. Do na duhen më shumë taksa dhe këtu informaliteti do të marrë një goditje, mendoj, shumë më të madhe se sa ka marrë më parë. Nëse bizneset më parë nuk i futemi informalitetit asaj paras që pastrohet, do të nuk do futemi aty. Por ne do të qëndrojmë tek informaliteti në ezëm. Po të marrë shembull, në rrjetet sociale, në media sociale, në platformat sociale ushtrohet informalitet. Dhe ne kemi parë, ne blejmë produkte dhe këto produkte na vijnë pa faturë tatimore. Që do të thotë këto biznese nuk tatohen. Mendoj që në vijim do të ketë aksione për t'i tatuar dhe do të ketë formalizim të gjithë tërësisë, sepse ekonomia do të jetë e pamundur për ta përballuar me këto rritje dhe këto standarde që përpiqet po themi të arrijë. Dhe biznesi i vogël për të mbijetuar do të ketë tendencën për të shkuar tek informaliteti, por qeveria duke përpiqur për ta formalizuar, çfarë do të bëj? Do të bëj përplasje dhe do të çojë në atë që ne ja kemi të gjithë frikën, mbyllje ndoshta shumë të madhe të bizneseve të vogla dhe të mesme. Dhe kjo do të na përballi me elemente të tjerë që do t'i diskutojmë ndoshta në një moment të dytë. Qartë, mirë, Arsita, kemi arritur në fund, falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit.
Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me Arsida Gjylin. Këto ishin dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës sot me të cilat diskutuam, pra nga tensionet globale për testimet bërthamore dhe urdhrit ronditës i Turqisë për arrestimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, te hetimi i SPAK ndaj Belinda Ballukut dhe rritja e pensioneve dhe pagave në vend. Me kaq përmbyllim për ditën e sotme, bashkëhemi sërish ditën e shtunë.